Mashtruesi çantave Hermes, 26 vjeçari ushtirësi i pasur për të vjedhur nga miqtë dhe të afërmit. Një mashtrues është paraqitur si milioner për të bindur miq dhe të afërm të pasur që të investonin në biznesin e tij të çantave luksoze duke përvetësuar mbi 420.000 pound. Jack Watkin, 26 vjeç, akuzohet se i premtoi viktimave përfitime të mëdha nëse i jepnin hua para për të blerë dhe rishitur çanta të shtrenjta Hermes. Sipas gjykatës së kurorës në Chester, as çantat e premtuara dhe as përfitimet nuk ekzistuan ndonjëherë. Në vend të kësaj, Watkin i shpenzoi parat për të financuar një stil jetese luksoz dhe ekstravagant. Kur viktimat nisën të kërkonin paratë e tyre, i thuhet se fshinte takimet, sajonte justifikime ose përfshihej ose përpiqej t'i ofronte atyre sende të reme si ora të falsifikuar apo çanta të dorës me vlerë më të ulët në këmbim të borxhit. Ai u kap kur dy gra që pretendonin se ishin mashtruar prej tij e ftuan në një takim dhe në momentin që ai mbërriti, policia ishte aty për të arrestuar. Watkin u paraqit në gjykatë i akuzuar për 7 raste mashtrimi dhe 2 akuza vjedhje që përfshin 6 viktima mes dhjetorit 2019 dhe gushtit 2024. Ai mohoi të gjitha akuzat. Prokurori çështjes tha se çështja lidhet me markën prestigjioze franceze Hermes, e cila u shet çanta ekskluzive vetëm klientëve të zgjedhur dhe shpesh çmimet e tyre në tregun e dorës së dytë janë më të larta se sa të reja. Watkin, sipas akuzës, bindi një mik të familjes që investonte duke pretenduar se kishte lidhje personale me një drejtor të Hermes që siguronte akses të veçantë në produktet e tyre më të kërkuara. Për të fituar besimin e viktimave, ai thuhet se ka ndërtuar një imazh të re milioneri në rrjetet sociale, duke treguar një mënyrë jetese luksoze dhe joshse. Prokuroria pretendon se i pandehuri mashtroi disa individ me pretendimin për të investuar në një biznes të ligjshëm për blerje dhe shitje çantash ekskluzive, tha prokurori. Ai krijoi një fasadë të një jete glamuroze që shërbeu për të fituar besimin e viktimave, të cilat i dhan huat shuma të mëdha parash me shpresën për kthime të konsiderueshme ose produkte luksoze. Asgjë nga këto nuk ndodhi. Në realitet, ai merrte parat, ai nuk i kthente kur. Duke lënë viktimat me humbje të mëdha financiare, i pandehuri i shmangej përgjegjësi, sajonte arsye dhe ndërkohë shpenzonte shumë maramense për të ruajtur imazhin e tij në publik. Sipas gjykatës, një prej viktimave, shoqja e tij e vjetër, Hanas Jacks, humbi mbi 233.000 pound, ndërkohë biznesmenja Christine Colbert, pronare një butiku dizajnesh, humbi 78.000 pound. Watkin akuzohet gjithashtu për vjedhje në një çantë Hermes blu me vlerën e 21.000 pound dhe një çantë gojard me lëkurë aligatori në vlerën 8.000 pound nga dyqani i zonjës Colbert dhe Drishshire, Pressburg. Përveç të tjerash, ai akuzohet edhe për mashtrimin e babait të tij, një zhvillues pronash 55 vjeçar, të cilit i mori 30.000 pound. Juria u informua se marrëdhënia me tatin u tensionua kur ky i fundit refuzoi të jepte hua 100.000 pound për biznesin. Watkin madje akuzoi tatin për mungesë mbështetje gjatë vështirësisë së pandemisë.